Bismillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sot inshallah do të marrim disa përfitime nga Luti alayhis salam, cili ka zhvilluar një bisedë me popullin e tij. E populli i tij e dim se përveç që ka qenë pa besimtar, e kanë bërë dhe një punë shumë të shëmtume, edhe jo vetëm që e kanë bërë atë punë të shëmtume, po ata janë të cilët nismetarët e parë në histori që e kanë filluar atë punë të shëmtume, e që është kontakti intim mes njëjtës gjini, martesa me të njëjtën gjini, që sot po na paraqiten se e drejtë. Prej kohës të popullit Lutit alayhis salam, ata e kanë filluar të partë. E Luti alayhis salam po mundohet me këshillu që mu largu edhe prej mosbesimit, e mu bo musliman me shku rrugës Zotit, po edhe prej kësaj cilësie të shëmtuar se kjo shkatërron personin, individin, familjen, shoqërinë e kështu me radhë. Po ata nuk pi përgjigjen Lutit alayhis salam, përkundrazi edhe po e kërcënojnë. Dhe po thonë, Allah na ka tregu në surën e Shuara ajetin 167, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Ata thanë, nëse nuk ndalesh o Lut, po i thojnë pejgamberit, nëse nuk ndalesh, do me thonë të na këshillu, te ki me qenë prej të dëbumve, do me thonë këna me qitë prej tukës tonë, prej venit tonë, prej venit vetë. Do me thonë, qëfar kontrasti ata? Ata po bojnë punë të shëmtume, që s'ka bo kërkush, edhe Luti alayhis salam po i këshillon me të mirë mu largu prej të keqes, ata po i thojnë që se s'nale shtet na të qesëm prej këtushit. Do me thonë, kjo bjen, na kena drejt me bo keq, a ti s'ki drejt me fol mirë. Na kena drejt me bo punë të shëmtume, a mo ti me kesh punën e shëmtume, ja ti e gabim edhe kur të falë shkunët të shëmtumës, ti do të me dalë për jashta. Sen që gati politika njëtë, po përsëritet edhe dhe të vetësodit. Ata kanë drejt me bo punët qka nuk bohen, ndërsa kush full kunder tyne, ja të zbon me full. E drejt e tyne me bo keq, asë është e drejt e jotja me thonë, o burra që kjo është keq. Se mundet me nëzirë prej venit, ose me të shtil një farë veni tjetër në burg djeta e. Luti alayhis salam qa për thëtë, tash apo tërhjeket, masi ju po më kërcënani se më qitni prej këti veni. Luti alayhis salam për thëtë, qale inni li amelikum min al qalin. A i tha, une me të vërtet punën e juaj e orej shumë. Une s'po muna më jë ndryshu, veç asë ju muja, që shtupi bjen ke. Une ja mundu, me ja bo këtë punë, të rejtëne, moni që ka jeni të bo, largoni për i kësaj punë se është e shëmtume, ju po më kërcënoni se më largoni prej venit, se keni njetë më largu, do me thonë, veç edhe une, nuk kom ndryshu, edhe une jam qaj që kam qenë gjithmonë. Kjo punë është e shëmtume, e damshme për individin e për shoqërinë e për krejt, une këtë punën e juaj e urrej shumë. Nuk për e thëtë, une thekën një djetar, Shekh Sharovi, Allah më shiroft, nuk për e thëtë, une ju urrej juve, po punën e juve. Do me thonë, aja qa po na e shkakton një hendek mes meje dhe juve, është që kjo punë. Largën e që të punë, na jem prap, ta afërm prap, i mojmë lidhet. Nuk jam une që ju bëni mire, bëni që të bëni, une jo kaminot e juve ju urrej. Une e urrej që të punën e juve, që kjo punë është të bo largimin mes meje dhe juve. Largoni për i kësaj, na afrohum mes veti. Do me thonë, na pedim, shumica e popullit Lutit alayhis salam e ka bo këtë punë. Te na sot, ose në përbuhet sot, janë pakica ata që e bojnë këtë punë. Shumica martuhen, elhamdulillah, inshallah gjithmonë, është shumica kështu, se për ndryshe kanë më shkatru njerëzimi. Mirë po, do me thonë, edhe në qoftë se janë shumica që e bojnë atë punë, Luti alayhis salam po na mëson, une prap dohet me urrejt punën që është e keqe, mëre le të bën krejt populli, veç une nëse se bëj, unë prap atë punë e urrej se është punë
e shëmtume. Edhe çfarë po thot luti alayhis salam, Rabbi nazzini wa ahli mimma ya'malun. Edhe po thot o Zot, ruam mu edhe familjen, shpëtëm mu edhe familjen time prej asaj çka ata po veprojnë. Do më thonë, shpëtëm mu edhe familjen, mos zhytëm në ato punë. Normal luti alayhis salam e ka urrejt atë punës, nuk dënë më zhytë do, po i lutet Zotit, po më haru edhe familjen prej atyre njerëzve të shfrenum, po edhe më haru prej dënimit Zotit. Do më thonë, ruam që edhe mos të kysna unë edhe familja jam këtë farë pune, po runa edhe prej dënimit tanë, se Zotit njerëzit e shfrenum, nuk i shpërblen, po i dënën. E Allah po thëtë, fenexhejnahu wa ahlehu ajma'in. E ne e shpëtuam atë dhe familjen e ti të gjithën. Illa ajuzen fil ghabirin, përveç plakës e cila me të shkatrumit. Plakës, kanë thonë djetarë të shfjolla për gruën e Lutit alayhis salam. Gruaja e Lutit u shkatrum me popullin e Lutit alayhis salam. Për arsye se nuk e ka besu Lutin alayhis salam si pejgamber, jo që kja i ka bo ato punë, se mi pas bo ato punë pejgamberi e ke shlëshu gruën e vetë, po nuk e ka besu pejgamberin, edhe kanë thonë djetarët se kjo, edhe pse nuk i ka bo ato punë, ka qenë e knasht me ato që ka përbojnë populli. Nuk e ka përkro rrugën e Lutit alayhis salam, po një farforme, në njërë pasive e ka përkro popullin e ti. Do me thonë, i ka përkro pa besimtarët në pa besim, po e ka përkro dhe në veprat që i kanë bo, a vetë nuk i ka bo. Thumma dammarna al-akharin, e pastaj i shkatruam ata të tjerët. Ata që e bënin këtë punë, të shfrenume, Allahu i shkatrej. E Allahu me të njofshëm nuk punon. Allahu najtë përmen të regimet e më pashme, kanë e ka shpëtu, edhe kanë e ka shkatru. Për çka e ka shpëtu këtë grup, për çka e ka shkatru këtë grup. Edhe kush t'i bën veprat e këtij grupit, shpëton. Kush t'i bën veprat e këtij grupit tjetër, e shkatron. Për çka ata na e ka tregu Allahu që më morë mësim, a nuk do me thonë që i shkatron të njëjtën furë. Këta e ka shkatru duke e zbrit, duke lëshu gur prej qiellit, ndërsa sot nuk është patjetër që mi shkatron këtë formë, sot shkatron forma ndryshme. Smundja, sida, a nuk është edhe një prej shkatrimeve, një prej dënimeve të Zotit që pja në gjetë këtyne persona që për i bojnë këtë punë. Allah e sholla në runë, neve, një familje tona, e shoqërinë tonë, prej veprave të tilla, po mos të harrojmë, do me thonë, na i morëm disa përfitime, po përfitimin kryesor që përmenej, që e morëm prej këtushit është, që edhe nëse e bën krejt populli Zotit më së dhashtë një punë të shëmtume, na prap me vazhdu me urrejt. A është e shëmtume po, e shëmtume, se dënë Zoti po, është diçka jo e natyrshme, nuk e pranon natyra e shëndosh njerëzore, mëre krejt le dalin për, kjo është e keqe, edhe ne ka me urrejt atë keqe, për gjithmonë pa marrë parasysh, qysh na servohet, e qysh na u kërcënohet, e kështu me radhë, Allah na ruajt gjithëve.